Kryetar, nga ardhja e vetëvendosjes në pushtet, për herë të parë kemi pas sulme të drejtë për drejta ndaj gjyqtarëve të PZAP-s, po ashtu edhe të Gjykatës Supreme në lidhje me vendimet që janë marrë për sa i përket procesit zgjedhor. Qysh i keni vlerësu këto sulme të paprecedent edhe qysh janë trajtu ato nga ana e sistemit gjyqësor? Pra e thash përveç numrit madh të rasteve që jemi përballë, një nga çështjet që u sfidu paneli zgjedhor për ankesa është edhe çështja e certifikimit të subjekteve politike. Pra ligji e rregullon çështjen e certifikimit, po mendoj që ka edhe një zbrasir që ndoshta ndarmën aktorët kompetent mund mbledh me diskutuar sa për këtë çështjes paraqitjes nevojës për më ndryshuar edhe çështja e ligjit për zgjedhje. Aty është dispozita që thotë partia politike që është e regjistruar është automatikisht e certifikuar. Por, sido që tjetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kur kanë filluar zgjedhjet për zgjedhjet qofsh nacionale ose lokale, e ka zhvilluar procesin e certifikimit. Dhe ka pas situata kur një subjekt politik nuk është certifikuar. Dhe është interesant që brenda KQZ-s pra është një mekanizëm që vendos në mbledhjen e dhëna në lidhje me atë se cilat subjekte i plotësojnë kushtet mu regjistru si parti politike dhe mu certifiku. Dhe ata bojnë rekomandim për secilin subjekt politik se cili plotëson kushtet për mu certifiku. Në rastin konkret, rekomandimi brenda KQZ-s ka qenë se gjitha subjektet politike i plotësojnë kushtet mu certifiku. Përfshi edhe listën serbe. Përfshi edhe listën serbe. Çka ka ndodhur? Pastaj kur ka dalë çështja në votim në kuadër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është votu kundër dhe është abstenu që rrjedhimisht i ka dalë që nuk mundet mu certifiku një subjekt politik. Ne kemi trajtuar rastin në kuptim të dispozitave ligjore. Madje, sipas ligjit, na e kemi dhënë mundësinë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me bë përgjigje në ankesën e subjektit që është ankuar në PZAP. Dhe përgjigjja atyre ka qenë në farforme konfirmuese sepse ka thonë që i kanë plotësuar kushtet mu certifiku. Dhe realisht nas kemi pas material të kundërt të asaj që është pozitive, përveç asaj që gjithçka është në rregull, por është vullneti politik në këtë rast që ka dominuar se nuk mund certifikohet një subjekt politik, pastaj në zbatim të ligjit e kemi vendosur si rast. Por kjo është përsëri në gjitha zgjedhjet dhe vazhdimisht ne si PZAP kemi qenë subjekt pastaj i sulmeve nga një subjekt politik pse ne pe kryjm punën realisht që është dashur me kry sipas ligjit. Vis ta sqarojmë kryetar për publikun hala më shumë. Po i bën që KQZ-ja fillimisht në fazat e hershme kur është kërkuar çdo e dhënë në lidhje me partitë politike, kanë deklaruar, kanë rekomanduar që duhet me u certifikuar të gjitha këto parti politike. Ndërkohë në KQZ kanë vendosur që mos me certifikuar listën serbe. Kur është ankuar lista serbe, ju i keni dhënë të drejtë me u përgjigj KQZ-s e që KQZ-ja ka thonë jo në rregull është. Pikërisht. Pra nga përgjigjja atyre kemi edhe është një lojë pastër pura politike kështu sepse tash është problemon me definu se çka është, po nga ajo që u vrejnë këto procese shihet që realisht ndoshta janë bërë kalkulime që duke ditë fatin realisht atij rasti kur të vjen në panelin zgjedhor për ankesa. Sepse kjo mund nxjerr nga ajo që ne vetëm kemi ndërtuar praktik. Për shembull, në zgjedhjet nacionale pas shkurtit është definu kjo çështja e certifikimit. Në zgjedhjet lokale prapë është përsëritur e njëjta. Edhe prapë ne kemi vendosur si çështje që certifikimi subjekti plotson kushtet në aspektin ligjor. Ne nuk mundemi me vendos për çështjen se një parti politike a është dashur të regjistrua apo jo. Nuk ka qenë mandati i PZAP-s kë. Mandati ynë ka qenë me trajtuar ankesën kuptimin e plotësimit kushte për certifikim për me marrë pjesë në zgjedhje. Dhe me qenë se vetë KQZ-ja ka konstatuar se i plotëson kushtet, atëherë nuk ka pasur rrugë tjetër përveç zbatimit të ligjit që në këtë rast ja ka dhënë mundësinë secilit subjekt për të certifikuar kur i ka plotësuar kushtet që janë caktuar nga vetë Komisioni Qendror Zgjedhor për përkatësisht rregullat që kanë bënë me këtë çështje. E njëjta situatë është përsëritur edhe në zgjedhjet e fundit dhjetorit 2025-s, pra që prapë nuk është bërë certifikimi dhe është dashur paneli zgjedhor për ankesa parashtresa me lujt rolin e KQZ-s dhe me bërë certifikimin e vet, jo mja kthy më KQZ-s, po me certifiku vet, sepse një mundësi e tillë është e parapanë edhe me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, kur një organ nuk vendos, atëherë mundet me vendos gjykata në vend të
Pra, jo vendime të bazuara në ligj nga ana e KQZ-s, por vendime të bazuara në populizëm e të përsëritura, e të cilat prodhuan pasoja tepër të mëdha për gjyqtarët e PZAP-s dhe të Gjykatës Supreme. Çu jeni ndje pas këtyre sulmeve, pas këtyre fushatave që janë orkestruar në raport me juve? Po, pikërisht kjo çështja e certifikimit është përdorur nga një subjekt i caktuar. Duke u shpallur edhe tradhtar. Po, që në varë forme ka pas edhe reagim publik Gjykatës Supreme në raport me mu, pra unë si kryesues i panelit zgjedhur për ankesa, pra i takon sipas ligjit gjyqtar Gjykatës Supreme duhet me qenë kryesues, ndërsa anëtarët tjerë janë Gjykatës së Apelit. Ka pas sulme individuale në raport me mu, ku është përdorur edhe emre, që kjo në varë forme kjo është linçim edhe degradim. Edhe çdo aspekt mund është më trajtu në aspektin negativ pse do të më përdor figura në gjyqtare, sepse kemi të bëjmë me institucion, jo me individ. Se unë s'kam vendos aty si individ, por na kemi vendosur si institucion. Dhe pra ka pas përpjekje për më bë denigrimi i figurës time, por edhe në raport me institucionin, pra mu delegitimu si institucion në aspektin e vendosjes për këtë çështje. Pra tham, pasqyra ka qenë shumë e qartë në aspektin e fakteve të çështjes, por kjo është përdorur edhe në aspektin politik, që realisht përveç që më sulmuan si individ, u sulmua edhe institucioni, por edhe ka pas sulme edhe në raport me Gjykatën Supreme, sa herë do që Gjykata Supreme e ka konfirmuar në vendim të panelit zgjedhur për ankesa dhe parashtresa, që ndoshta ky vendim edhe nuk ju ka pëlqyer në vendosjen në raport me një subjekt caktuar. Pra, mendoj që do të më ndërtu një kulturë e tillë e funksionimit institucional që më respektu se cilë institucion. Për çdo pakënaqësi që kanë palët, subjektet që marrin pjesë në proces, kanë mundësi me ndjek rrugën ligjore që është paneli, por nuk pajtohen me vendimin tonë është Gjykata Supreme. Dhe kjo është rruga institucionale që është ndërtuar me kushtetutë dhe me ligj, e që kemi obligim secili me ndjek, por jo mos sulmu përmes mediave dhe në mënyrë më atolt individi përkatësisht edhe institucioni. Që është diçka më ironike është që hapësira, për shembull, një nga sfidat me të cilat përballet paneli zgjedhor është hapësirat, ku funksionojnë. Pra kushtet e punës janë mizere dhe edhe këtë çështje është diçka që kemi ngrit. Madje reagimin e fundit në anëtarit që ka qenë KQZ, një partie politike sulmohen aq ulët saqë konsiderohet objekti ku funksionojnë si kotet, si pula, kjo është e tmerrshme. Përkundër asaj që ne kemi kërku kushte, ata s'na kanë kriju kushte, mandej na sulmojnë edhe në pikpamje të hapësirës ku funksionojnë. Ne nuk e kemi zgjedhur atë hapësirë, ajo është hapësira që na ka caktuar, rrjedhëmisht nuk i plotson kushtet elementare, por ne funksionojmë në atë hapësirë dhe kemi arritur me kry punën në mënyrë ma objektive, profesionale dhe siç e thasha më herët brenda gjitha afateve ligjore që janë përcaktuar. Pra ata që kritikojnë çfarë kushte punoni janë vetë përgjithë që krijojnë ato kushte. Madje dashka edhe këta është mirë me thonë që hapësirën ku e kemi është një hyrje që mundet me qenë e veçantë veç për panelin zgjedhor për ankesa. Po aty është një zyre e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që realisht ajo zyre mund zhvendoset nga i vend edhe më na vlerun neve hapësira. Është çështje që e kam ngrit me KQZ-n vazhdimisht, por nuk ka gatishmërimin edhe në atë hapësirë, kështu rrjedhëmisht i bën që ne hapësirë kemi përbashkët edhe me KQZ-n, që i bën që sikur na kishin liruar atë hapësirë kishim pas shumë lehtë me funksionu si PZAP. Qysh po e vlerësoni kryetar krejt këtë çështje që thjesht mungojnë kushtet, mungojnë resurset e nevojshme, ka mungesë të përkrahjes buxhetore, a është kjo vërtet një formë që ju mund ta ndjeni si lloj takmarrjes në raport me punën që e keni bë, punën që e bëni, ku keni respektuar të gjitha afatet ligjore, ankesat janë trajtuar si duhet, do të flasim më pas edhe për gjobat që i keni shqiptuar ndaj gjitha partive politike, s'kemi vërejt diçka që është vlerësuar si selektive, që një parti është dëmtuar më shumë ose është dëmtuar më pak. Pra, qysh po e vlerësoni vetë si panel, edhe qysh po e ndjeni si tru pra që i shërbeni vendit dhe zbatimit ligjit? Pra nuk është e lehtë pra me funksionu në ato kushte, edhe kur e shet që përkundër përpjekjeve që me kriju kushte të mira të punës, edhe kërkesa të vazhdueshme për buxhet dhe për hapësirë, mundesh ndoshta më nxjerr përfundimin se mbrapa kësaj mund të më fshef edhe një qëllim që nuk
nuk është që e dojnë të mirën si këtij si institucion në kuptimin e funksionimit. Po ju pengon. Po, pikërisht, po ndoshta përkundër këtyre, na jemi shumë të përkushtuar punën tonë. Dhe këta kemi dëshmuar deri më tash. Krejt gjyqtarë që punojnë atë në panel, pra janë 10 gjyqtarë, gjithë janë gjykatës të apelit, po nëse morën periudhën kur kanë punuar ata në panel, ligji jep mundësinë që ata mu zhvendos dhe primare me pas punën vetëm në panel. Por gjithë ata gjyqtarët, nëse shohim normat e tyre, ata kanë punuar edhe punë të gjykatës të apelit. Pra kanë punuar edhe punë të gjykatës të apelit, por njëkohësisht edhe punë të panelit që kemi edhe obligim. Njëjtën gjë kam bëu si kryesues, pra. Edhe kam shku atje vazhdimisht, po edhe në gjykatën supreme i kam kryer punën tam si gjyqtar. Për stafin, e thashë në fillim, sa herë ka pas zgjedhjen të kalumen, gjithmonë ka pas staf shtesë për me mbulu kërkesat fluksin e masë. Nuk është e lehtë mu përballë me 640 sa landë, me një periudhë të shkurtë, gjitha ato do të më regjistru me shtinë sistem. Nëse keni përcjell webfaqen e PZAP-s, keni pa që ku realin informuan gjithë qytetarët, gjithë subjektet që kanë marrë pjesë, pra që kanë bërë ankesa, ku webfaqja është e pajisur me gjitha informatat. Ka qenë dorën zemër një vlerësim, po besoj përgjithshëm që ka qenë vetëm institucion që ka funksionuar si duhet. Dhe ata personeli ato që kanë punu në mënyrë të jashtëzakonshme edhe deri orët e vona, ditën edhe natën vetëm për me realizu qëllimin që me kry punën brenda afatit ligjor, dhe ata i ka ra që për një vetë 4-5 zgjedhje ka qenë një punë jashtëzakonisht sistematike, por transparenca ka qenë kryesorja.